dy javën parë parlamenti e mori formën e vet. U hulën të gjithë aty, edhe unë do doja të pyesja për ju çfarë përfaqëson ky parlament, duke ditur që ju jeni një nga individët më të votuar. Do të thënë ju keni marrë 18.000 vota në këto zgjedhje, ndërkohë që parlamenti i vendit ton ka edhe individ me 10 vota, pa vota fare, sepse ishin në listë të mbyllur. Do të thënë, si ndiheni mas gjithë kësaj? Si çdo shqiptar që në mënyrë të vazhdueshme, se këtu duhet të shohësh atë zinxhirin e vendeve. Në mënyrë të vazhdueshme është tentu kot mbas kodi elektoral, që nga 2008 e sot, që të largohet sa më shumë zgjedhësit nga të zgjedhurit. Dakor? Që këta janë kush na përfaqëson ne mos ta dish. Ndërkohë që njerëzit kanë mbet akoma tek sistemi i demokracisë drejt për drejt, që ishte sistemi mazhoritar. Dhe kush nga ne ka bë fushat, e din, dhe shumë për atyre që ju përmendët s'kan bë fare, s'kan qenë hiç sepse jemi të sigurt. Pse do dalë? E dim që njerëzit vazhdojnë të pyesin a jeti deputeti i zonës. Gjëja e parë që të pyesin, që duan përfaqësimin. Ti kur e largon dhe thua jo, unë jam për gjithë Tiranën, jam nga Shëngjeri që Rrogozhin, nga Kamza deri në kufi me Elbasanin. A kupton tash? Humb nacioni përfaqësim. Patjetër. Ku përfaqëson ti? Ku e dim ne? A ja del dot një deputet futën nga lista e hapur? Përfaqëson dot ajo me të gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë, bën dot 1,5 milion banor, hallet 1,5 milion banor, merret dot. Kështu që kjo bëj qëllimisht që njerëzit largohen gjithmonë më shumë nga politika dhe ta ndjejnë veten gjithmonë më pak në politikë, që tjetër ata votojnë e tjetër atje shkon. Dhe kur të shkoj, nuk është fiks ai që do merret me këto punë, po do jetë s'dihet kush do jetë. Dhe këto janë qëllimshme. Kujtoj një tjetër parti mori 65.000 vota, nxorri një mandat, një tjetër parti nxorri 49.000 vota, mori 3 mandate. Tashti unë janë skema të si t'ia shpjegoj të sistemit vajzave të mia që 65 është 3 fish më e vogël se 49. Unë nuk di si t'ia shpjegoj. Pra, demokracia këtu nuk qeka më në funksion, përfaqësimi nuk qeka më në funksion, dhe kjo pse bëhet? Po nëse i shpjegon sistemin zgjedhor, është e mundshme. Po pse bëhet kjo? Kjo bëhet se interesi i kastës drejtuese, këtyre mjeshtrave Edi Ramës në krye, ka interes ta banalizoj qeverinë, ta banalizoj parlamentarizmin, ti banalizoj këto dhe thot vetëm unë jam. Vetëm unë dua një pyetje. Vetëm unë jam, sepse ndoshta tenton që të shkoj drejt një forme monokratike, ku t'jetë ai vetëm, mund t'jetë formë presidence për shembull. Dhe thot ja që duhen juve këto parlamentarët. Shif sa dobët që janë. Nuk flasin, nuk bëjnë, niveli është nivel zeqineje. Çfarë ju duhen këta? Dhe ka ul dorë mas dorë parlamenti, a mbani ne jemi të rinjë po i flasim ndoshta aty parlamentet e para, që parlamentet forta, parlamentet nxjerra nga mazhoritaren, parlamentet forta, deputetët thotë kanë fituar mandatin. Nuk të shkoj unë se ti thu, pora kundër interesit zonës. O nuk ta jap votën sikur çfarë të bëhet kryetarit partisë. Po aty rrezikon të futesh forcën pastaj. Rrezikon, kanë qenë parlamentet forta dhe ligjet nuk ishin kështu. Futi ti tash 25 minuta. Sa zgjat intervista jon? 60 minuta. Do zgjasim më shumë se 2 fishi diskutimit programit qeverisës 4 vjeçare. E bukur kjo. Pra ne 2 po diskutojmë shumë më shumë se sa 140 zgjedhur bashkë me 20 ministra mbi programin qeverisës 4 vjeçar. Ky është banalizimi i pushtetit dhe kjo është kur ke këtë makro pushtetit. Po dhe të gjithë ata që folën në ato pak minuta nuk kanë më shumë elektorat se sa keni ju në vot në numër votash. Dhe kjo është ajo çka dëshirojnë ata të bëjnë. Dhe kjo është ajo që ne duhet lalim. Pra aty folën në aq minuta folën disa individë të cilën ne nuk e dim se sa vota kanë, ose janë në listën e mbyllur, ata s'morën asnjë votë. Po, kështu që ne na takon të flasim shiko. Unë po habitem që ju e keni ndjekur, se unë personalisht as nuk e kam ndjekur. Dhe shumë shqiptarë as nuk e ndjekin fare. Duhet të bindë bingo. Sepse kanë humb interesin dhe është rezultat i suksesshëm i manovrës tyre. Unë besoj që sistemi ju ka penalizuar, po unë besoj që në rastin edhe tu edhe të shumë të tjerëve i penalizoi dhe ekipi vet, për shkak të disa vendimarrjeve të gabuara, që ishte vendosja juaj në një listë në mënyrë të kompozuar të atill Partisë Demokratike. Për të mos suksesuar në atë që ju keni realizuar, por nuk po ta kërkoj këtë sepse nuk dua të vënë në vështirësi për të gërvishtur apo për të bërë një reels
apo për të bërë një komunikim që Unë s'kam problem, nuk kam hallë unë. po pyetja është e tillë atëherë, domethënë ju mendoni që ju ka dëmtuar më shumë sistemi apo ekipi? Sistemi i qëllimshëm. Absolutisht. Po sistemin e ka ndërtuar një nga anëtarët e ekipit. Së bashku. Ka qenë sistem bipartizan. Pra nëse nga njëri krah ka qenë zoti Damian Gjiknuri, patjetër me Edi Ramën nga mbrapa, s'kutohet se nuk i bën vetëm ai. Nga krahu jon ka qenë zoti Oer Bylykbashi. Dhe ky i mbështetur nga zoti Gazbardhi. Ndërkohë që sistemi, gjykata kushtetuese. Po listat i firmosh Berisha dhe Berisha vendosin lista hapur. Prit se unë jam ka fillimi, uji rrjedha dhe kuçedra është atje lart. Si u kujtoni se problemi është bërë pjesë nga ky qingji këtu, jo është kuçedra atje sipër për një sekond. Gjykata kushtetuese vendosi heqjen e hersit, që do të thotë listë e hapur. Po. Totalisht listë e hapur. Su vinte mirë këtyre mjeshtrave. Lista e hapur do të thotë që atje nuk shkojnë dot njerëz pa votum. Po. Atëherë duhet gjejnë një sistem të tillë që ta manovrojnë dhe këta të vendosin dhe madje t'u bëjnë dhëm dhe partive të vogla, që nuk është ishte interesi direkt i tyre. Por interes afatgjat, t'i bëjnë dhëm partive të vogla. Dhe çfarë thanë? Se fare mirë mund të kishte thënë lista mbyllur është sipas partisë ta zgjedhë vetë ndërmjet 0 dhe 33%. Pra nuk e ke detyrim 33. Po dush mbaje krejt hapur. Disa prej partive për shembull donin ta mbanin krejt hapur. Kush je ti të vendosësh për gjithë tjerët? Dhe ky që vendim bipartizan. Dhe unë kam qenë kundër këtij vendimi në forumet tona, po dhe mediatikisht. Me zotin Bylykbashi kam qenë debat kur u arrit kjo marrëveshje, pikërisht duke thënë që ky është një kod elektoral që do të dëmtojë opozitën dhe partitë e vogla. Se është nën pritshmëritë e njerëzve. Dhe opozita çfarë kanë? Kur pushteti ka gjithë, ka paran, ka pushtet, ka të fortin, ka marrëveshjet, ka gjithçka administratë, çfarë doni juve? Ti ke moralin. Ti ke faqen e bardhë. Ti thuhet gjë, absolutisht. Nëse meritojmë jepni votën, ne do munojmë të bëjmë këtë gjë. Po nëse kjo shkon që edhe unë po ta hedh, pra parimi është që mashtrimin e ka rilindja, jo Partia Socialiste. Leni të bëj një dallim shumë të qartë. Mashtrimin e ka rilindja. Ku ka është nacioni mbaruar këtë? Dakord. Po rilindja e ka, sa ajo ka uzurpuar aty situatën. Sinqer, unë jam politikisht kundër Partisë Socialiste, por prit se ka nivele bastardimi shumë të mëdha me rilindjen, që nuk i ka pas partia, ka pas burra e gra Partia Socialiste, që ndrojshin për ato politikat e veta, që ishin kundra mendimit tonë si zhvillohet vendi, që ndrojshin në mënyrë burrnore. Tani, për kundrejt gjithë mashtrimit të rilindjes, ti do të vendosësh sinqeritetin e opozitës. Sinqeritetin. Sinqeriteti kush është? Do bëjmë çmos që neve të arrijmë të fusim sa më shumë njerëz që kanë merita, se përndryshe njerëzit nuk të mbështesin. Absolutisht. Dhe kur kalum pastaj këtu, patëm shumë kalvarë nga ky moment deri ke bërja listave që të them, kur listat u bën, të paktën për Tiranën mund të flas, se kam më të vështirë të flas për qarqet e tjera, ne patëm rënien sondazhe. Sapo doli lista e Tiranës, ne ram sondazh. A e dinin ata që kjo ndodhi? Absolutisht që e dinin. A ishte ky vullnet apo kostot përgatitur për të paguar, këtë nuk e di, këtë s'di ta them. Por që e dini që ne do bishim sondazhe me emra që nuk pëlqejnë nga njerëzit dhe që dihet që nuk votohen, po normal fare që do bini. Është krejtësisht normale që do bini. Patjetër partitë politike kanë drejtën e vet, zgjedhin kush do jetë përbërës i forcës vet dhe i përfaqësuesve të vet. Po nga krahu tjetër nuk mund të mohoj dot vullnetin e njerëzve, pra duhet një kombinim kjo. Pra aso kohën e kemi pas sistemi majoritar të kombinuar me korrektim proporcional kombëtar. Pikërisht që të lejshë hapësirë që disa njerëz që janë teknik, që i duhen partisë me do e mos, që do prodhojnë politika të larta, por që ndoshta nuk fitojnë dot nga majoritare, këta të futen të jenë sigurt aty. Po që janë të angazhuar. Pra ishte mundësia dha atëherë. Bërja tani ne na çon drejt një koncepti që quhet kryetarokraci, që do thotë kryetari vendos dhe parimi kush është? Duhet që ta kesh mirë me kryetarin, jo me njerëzit. Se ai të vendos. Dhe në fund fare, kujt ja ke borxhin? Ja ke borxhin kryetarit. Dhe për të punon. Ndërkohë që për njerëzit, pse ti kesh borxh ti si kërkon vot? Nuk e shku vërdall punosh. Kurse unë mendoj që demokracia duhet vi nga poshtë lart. Unë borxhin ja kam njerëzve. Pra punoj për ata, flas për ata dhe kjo fjalë që unë po të them, kaq lirshëm tash më pyet. Ose janë 18000 vetë që kërkojnë që unë shpreh mendimin e tyre. Jo, është vërtet, dhe unë jam dhe unë borxhin ja kam atyre. Dhe jam i lirë nga leva apo fije tjera që mund varen nga lart. Kështu që ka dy metoda për të ngritur. Unë kam qenë gjithmonë për rrugën e gjatë, jo për rrugën e shkurtër. Nuk kam qenë kurrë për Vincin. Se Vinci si të ngren dhe të çon.
Ndërkohë që po ta ngresh veten, duke vërtet është. vendos bazament poshtë vetes, do më shumë kohë, do më shumë mund, po është e pashterrueshme. Ju jeni shumë afër ose ishit shumë afër të qenurit pjesëtarja të parlamentit, po unë mendoj që jeni shumë afër sepse nuk i dihet asnjëherë. Ne kemi pasur Me zhvillime të ndryshme. Deputeti i parë që mund të përfitojë nga një spostim mund të jeni ju. Në këtë kuptim, unë do ishte interesante. Domethënë nëse ju do ishin në kuvend në javën e parë, do godisnit shumë me libër edhe me fletore? Jo. Nuk do ishit, domethënë, a do mendoni ndonjëherë që të vini në një flakadan? Nuk ka nevojë. Cili do ishte modeli jot nuk ka nevojë të flasu me premtime, se un kam tendencë të flas me veprime. Pra, në miniaturë, un jam kryetari i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, që është parlamenti i Tiranës. Kujtoni ju që atje nuk na kanë abuzuar, kujtoni atje që s'na kanë shkel drejtat, na kanë heq fjalën, s'kan lënë anën mediatike, s'na kanë përgjigja si shkresë, s'kan ngrit komisionet, s'kan bërë mbledhjet e tjera. Jemi detyruar me duru që zëri jon dëgohet. Kemi gëlltitur kafshata që në fakt kanë qenë antikushtetuese dhe antiligjore. Dhe në fund ju e rrëzuat kryeministrin e asaj zëri? Unë di që jo, se bëm vetëm ne. Absolutisht po. Ne jemi një pjesë e punës. Politikisht ju jemi. Por Erion Velia nuk është më. Drejtorët e tij, që ishin bashkëpunëtorët politik dhe ata që u pasurun nga paret tona, nuk janë më. Kjo bashki po vendoset në zgjedhje, që do të thotë, nëse punon në mënyrë sistematike duke përdorur të gjitha kanalet, po duke bërë një lloj opozite të pakundërshtueshme, të pamohueshme, ja arrin që çka me të. Se kujtojmë edhe gjë, dhe me këto zgjedhjet kështu siç janë, 48% ka fituar PS-ja, qarkun e Tiranës. Ndërkohë Erion Velia ka fituar 54%. Pra Erion Velia ishte më lart se PS-ja, po ta shohësh në përqindje. Dhe prapë urtëzuaj, pse? Se i vendos përballë një lloj opozite të pakundërshtuar. Patjetër, ai kishim gjithë gjërat, jo. Ka ndodhur edhe tek ne hedhje letrash. Prishëm mbledhjesh sepse u hodhën letra, u votu shpejt e shpejt, ka ndodhur. Dakor, i kemi parë. Po ka qenë grup tjetër. Po nuk është ju grupi i Partisë Demokratike. Ka nevojë për një lloj modeli tjetër të mënyrës se si bëhet opozitë brenda parlamentit. Jo vetëm që duhet të jetë, dhe kur e them unë gjë që këtë çuditshme, jo vetëm që duhet të jetë dhe më radikale, por duhet të jetë dhe pakundërshtueshme. Pra, jo ti japësh mundësinë të mbyllim mbledhjen ai zotnia atje. Sa i qëllimisht e bën atë. Është vërtet. Jo ti japësh mundësinë, po të shkosh atje në mënyra të tilla që ta detyrosh, duhet ta detyrosh që ai të ulet dhe të diskutojë. Një nga format, për shembull, patjetër brenda spektrit të etikës, të moralit dhe të ligjit, diskutohet, po ka shumë gjëra që mund të bësh. Shoqëria civile ka pafund gjëra që mund të mësoj parlamentarëve tanë. Po ekstremi i kësaj është patjetër greva urisë. Unë sot e kësaj dite mbaj mend një grevë urie të 2008-s. Të bërë në parlament kundër ndryshimeve kushtetuese të 2008-s, që na sollën ato reforma zgjedhore që ne po vujmë sot efektet sot e kësaj dite. Akoma i mbaj mend. Jo, në betejën tuaj. Kjo është një shprehje fort e vullnetit dhe kujtoj që ndërkohë që këta njerëz, jo të gjithë, por shumica e tyre kanë qenë të pavotuar, të padashur, një nga metodat që ata kanë është pikërisht të flasin njerëzve me këto lloj veprimesh që ndryshme. Jo më kot ju e keni emrin fjalën qendres. Qendresa është kyçe. Duhet të qëndrosh si me ligjet që janë, me etikën që është, duhet shkosh dhe ama të jesh me të vërtetë i vendosur për objektivin tënd. Maksimali është greva urisë, po ka dhe shumë gjëra tjera që mund të bësh në ndërmjet. Absolutisht. Unë e gjej veten në të gjitha ato. Po jo ti japësh atij mundësi që të mbyllim mbledhjen. Unë e gjej veten në të gjitha ato që ju thoni, edhe më vjen mirë që keni qartësinë edhe jo vetëm artikulimin, por edhe veprimin për ta zbatuar këtë, dhe më pëlqeu shumë edhe paralelizmi midis modelit të asaj që është në parlament dhe modelit që ju mundua ta paralelizonit me Këshillin Bashkiak. Megjithatë, dhe e rëndësishme më falte një gjë, dhe bashkimi i gjithë forcave opozitare një mendim. Ato që janë parlament. Është e pamundur në këtë kontekst. Këto më thanë dhe mua, dhe unë i thash, po mirë, ç'nej që unë kam 23 firmash këshilltarësh Bashkiak nga 7 forca politike kundër Erion Veliajt. Që nga e majta tek e djathta, 7 forca politike të ndryshme. Pse këto bashkohen? Që në fakt janë bashkuar me kartona.
Që themi të vërtetë. Jam dakord me ty. Dhe nuk ka qenë këtu as PSD-ja, që është me PS-n, as PDI-ja, që është me PS-n. Është pjesë e grupit tyre. Këto janë me PS-n. Ju tjerët që sjeni, a jemi bashkë neve? Kemi një emërus për bashkë moral? Atëre pyetja është nëse opozita është duke kërkuar kandidatin për bashki dhe ju thoni që ju jeni një precedent për bashkimin e opozitës. A i keni konsideruar në kandidimin për Kam konsideruar që 2022. Kjo është histori tash. Që në 2022 unë konkurova për ty garë për 2023. Pra është rrugët janë të hapura edhe për këto zgjedhje. Megjithëse mandati që do të konsumosh është 1 vit e gjysmë. Jo, atë nëse kisha fjalën për këto, jo. Për këto. Atëherë, shifem. Secili nga ne ka karakteristikat e veta të lojës. Po. Pra, po e quajmë lojë këtë, i përqyjmë si quhet garë shpeshherë, garusit. Po. S'po ta quajmë luftë. Duket absolutisht po. Sidomos kur bëhet fjalë për një qytet si Tirana, ta qush luftë. Nuk shkon. Unë kam 2 karakteristika të pakta. Një, punoj me grup. Dhe projekti im politik ka një garë në grup. Po. Jo në individ, se kjo është në individ. Po. Se s'ka këshill bashkiak. Këshilli bashkiak i vazhdon 2027-ën mandati. Dhe dyta, punë me program me një projekt zhvillimor për qytetin, i cili kërkon kohën e vet. Ai sa ka 4 vjeçare që jep legjislatura. Po. Themi drejtën në këtë vit se 1 vit e 2 muaj do jetë kohë efektive. E zëm se u bën zgjedhje tashti. Po. Se po u bën mars janë dhe më pak. 1 vit e 2 muaj nuk ka kohë për programe zhvillimore. Ka kohë vetëm për kthimin legjitimitet Bashkisë Tiranës. Pse? Se buxhetet janë miratu. Po mund të ketë kohë për një goditje politike të kryeministrit. E pra, shihni. Tu po e çonin në një lloj tjetër jo të administrimit të qytetit. Po. Në këtë moment, atëherë duhet të jetë një figurë e lartë politike drejtuese e Partisë Demokratike, që duhet ta marrë përsipër këtë. Pse? Sepse do godas kryeministrin, kujtoj edhe Këshillin Bashkiak ka kundra. Se ka Partia Socialiste Këshillin Bashkiak. Çdo vendim do kundërshtohet tu politikisht dhe do goditesh nga lart e nga poshtë. Pra do duhet një figurë drejtuese politike nivelit të lartë. Unë nuk jam. Nuk e plotësoj këtë karakteristikë dhe nga krau tjetër projektin politik ka këto 2 elemente që unë ja paraqes kujt. Po nga krau tjetër ju jeni koshient që atë përbashkimin nuk e bën dot një figurë drejtuese nivelit të lartë. Ka përbashkim këtu, sepse këtu Këshilli Bashkiak është i Partisë Socialiste. Nuk ka çfarë përbashkon këtu. Po nuk ka çfarë përbashkon Këshilli Bashkiak. Siç është parlamenti, po diskutoj parlament. Parlamenti i Tiranës, parlamenti i Shqipërisë. Dhe 2 karakteristika projekti im është, se ta themi, është bërë submit ku ke kryetari. Ja çon kryetarit partisë dhe kryesisë, po ja çon kryetari, po ja çosh paraqes kryetarit. Së bashku me projekte tjera politike që kanë njerëz tjerë. Që ka njerëz plot Partia Demokratike. Me ambicie, kam frikë që s'ka njerëz tjerë. Dhe kryetari duhet zgjedhë projektin më të saktë dhe më, le të themi, më si puna ti kostumit që qepet sipas trupit, më të përshtatshëm për momentin ku ne ndodhemi. Jemi konscientë vështirësia e vetme që ka Partia Demokratike tani është që nuk i ka këto projekte dhe nuk ka. Po. Edhe më lejo mi vjen vetëm një mund ta them këtë, një konstatim. Kjo është si puna e një personi që kujdeset për një pyll. Nuk e vetëm pyllin për të kujdes, po duhet të kesh edhe një fidanishte. Nga ku krijon fidanët e rinj për të populluar pyllin, se ka zona që do duhet ndërhysh për të ripyllzuar. Qofse s'ka pas një fidanishte dhe ka vdek fidanishte e PD-s, duhet kriju fidanishtja. Dhe kjo është më serioze se sa thjesht hajti vëmë një ardh tash në moment. Jam dakord. Duhet të kesh një mision afatgjat. Kush është misioni afatgjat? Është 2029. Pra parlamentarizmi. Për të arritur këtë 2029 duhet të kesh një numër të lartë bashkish që merr në 2027. Sepse pushteti vendor ka treguar shumë qartë që shumë i rëndësishëm për të marrë pushtetin qendror. Dhe gabimi i Partisë Demokratike ishte largimi 2019. Absolutisht. Për të arritur këtë 2027, a mund të arrish dot me këtë organizim Partisë Demokratike që kemi sot? Jo. Po them haptas, jo. Të duhet një riorganizim. Duhet prurje të reja. Kujtoj që pushteti vendor nga pushteti qendror ndryshon karakteristika. Einsteini thotë që nuk mund të marrësh rezultate të ndryshme nga të njëjtat veprime dhe nëse nuk ndryshon qasjen, do marrësh të njëjtin rezultat. Po jam shumë dakord. Si rrjedhoj ne na duhet një riorganizim për t'u qas 2027 siç duhet, por në shkallë 61 bashkish. 61 kryetar bashkimi, 61 këshilla bashkiak. Për një mandat 4 vjeçar, është mision shumë më i madh se sa një zgjedhje 6 apo 7 bashkish që kemi ne tashti me mandat 1 vjeçar
pa këshill bashkiak, me këtë organizim kështu siç e kemi. Unë i mora përgjigjet më të qarta se ç'kisha menduar se do i merja. Një pyetje kam të fundit, edhe për këtë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Edhe pyetja ime e fundit është, ne kemi parë që në të gjitha këto betejat, ose dje i lajmi kryesor ishte që është vendosur zëvendës ministrja e brendshme. Edhe emri i saj ishte nga radhët e atyre që luftonit po njësoj si ju për të rrëzuar, le të themi, kryetarin e bashkisë dhe për të sjellë forcat opozitare në pushtet. Kurioze jam, a ka ndonjë ankth nga ju ose a keni marrë ndonjë ofertë për të qenë ndonjë zëvendës ministër apo? Ti ma dhe këtë. Po. Kujt thash që e ka detoksi nga pazaret politike? Dakor, është nga ajo forcë politike. Atë forcë politike ne e dim. Sa po ta thash. Patjetër. Është fshirë si e xhami nga majta në djathtë. A keni marrë ju ndonjë ofertë nga? Jo, dhe jam shumë i lumtur që s'kam marrë. Pse jam shumë i lumtur? Vjen kështu ankth se mund të vi ndonjë. Mu më pëlqen shumë qartësia ambientale. Kur ka qartësi ambientale, e dim ku është ky, e dim ku është ky, për çfarë qëndron njëri, tjetri, dhe fakti që Partia Socialiste ka qartësi ambientale, jemi të qartë, e din. Dhe janë të qartë për pozicionimin tim. Që ky kot ja çojmë ofertën sepse është thjesht harxhim kohe, se jo ne kanë xhep. Kështu që jam shumë i lumtur që ata janë të qartë, shpresoj të janë të qartë edhe ky krau jon, se këtu ka çik më pak pa qartësi ambientale, ku qëndrojnë disa njerëz, sepse ka një parim shumë të thjeshtë. Shoqëror. Pastaj politike diskutojmë. Shoqëror është që nuk mund të dëgjosh këtë ka majt dhe të mbash këtë ka gjujt. Për ndryshe të shkosh për poshtë. Parimi është patjetër bashkëpunëtorët, njerëzit, ato që qëndrojnë për të njëjtat kauza etj, duhet t'i mbash këtu. A mund të mundosh të afrosh dhe të tjerë që ndoshta dikur kanë pas e drejta e njeriut ndroj mendim. Ama kujdes, bërthama është bërtham. Bërthama varet ka fjala e qëndresës. Qëndres ku neve qëndrojmë çfarë virtutesh, çfarë vetish kemi neve, çfarë karakteristikash qoftë personale. Unë jam shumë i bindur që nuk do vi në një ofertë e këtij tipit në i herë, dhe jam shumë i lumtur që kanë qartësinë ambientale ato të kampit kundërshtar. Mirë. Unë të falenderoj shumë. Ishte e qartë edhe përgjigja që ju dhatë në fund. Unë e futa në fakt më shumë për batutë dhe për ta relaksuar nga hapësira tjetër e pyetjeve. Vetëm se do më lejosh dhe i diçka, sepse unë kam bashkëpunuar me zonjën Caka. Dhe kemi punu shumë mirë për sa kohë kemi bashkëpunuar. Është e vërtet që zonja Caka e shkëputën dhe e larguan. Nga partia vet. Pra, momenti që ti djesh e braktisur, unë nuk e di pastaj se si lëviza e loja emocionale, ajo loja kontributeve që mund të kesh bërë gjata e me radhë, dhe krijon një moment dobësie. Si ka mundësia e duke lojtare fort brenda ajo u shkëput prej mbi më shumë se një viti. Okay. Si edhe disa tjerë. Okay. Pra, këto janë korridoret e politikës që ne. Këto janë dhe përgjegjësitë e liderave. E qartë. Që duhet kuptojnë që meritokracia është çështja kyçe se si hecet në parti. Dhe nëse shkel meritokracinë, pastaj po u bëre, shpellat kanë një veti ose jehona përgjithësi, sa mund të jetë dhe i lugin. Po shkove ke kryt e shpellës dhe i thua shëndet, të përgjigjet shëndet. Po shkove ke kryt e shpellës dhe i thua plaç, të përgjigjet plaç. Tashti problemi është që nuk është tu vetëm lojtari dhe shpella, apo dhe jehona. Janë njerëzit, se këto pasojë do i vuajnë njerëzit. Dhe liderat kanë përgjegjësi më të larta se sa thjesht marrëdhënia me një tjetër bashkëpunëtor të partisë. Ka dhe më poshtë se mesazhi që ne na jep është që Partia e Lirisë nuk ka më njerëj. Që ne kemi aleate. Këtë mesazh na jep. Pra, katër deputetë. Copa në mënyrë, po katër deputetë ja dhamë ne, nuk i mori ajo. Se ka diferencë shumë të madhe. Po jam dakord, po them. Pastaj patjetër tagri i sekretarit përgjithshëm dhe kryetarit të partisë vendosë, unë s'po hyj ke tagrit e tyre. Po kalkulimi ka qenë i gabuar. Absolutisht. Është shumë e qartë. Dhe shumë i qartë që Partia e Lirisë po shkon drejt shkërmoqjes. Tash unë s'flas zakonisht për parti tjera politike. Unë dëshiroj që patjetër aleatët tonë të forcohen. Po në moment shkërmoqje, ku ti vetë largon pjesëtarët e tuaj të ekipit, pastaj edhe nuk mund të janë atë më shumë pse ikën këta, se nuk ikën. I largove. Unë gjithsesi nuk do kisha shku një post Parti Socialiste, edhe po më kishin largu e zem, ndodh sot dhe më largojnë. Po.
Kur nuk do kisha shku. Pse? Sepse ju thash, opozita i qëndron ke morali. Duhet qëndrosh ke ato vlera morali që ke ti, që ka familja jote, që ka shoqëria jote, që kanë bashkëpunëtorët e tuaj. Këtu duhet qëndrosh. Po nga krau tjetër, edhe kur e shkëput dikë, pastaj duhet presësh veprimet e do kishte qenë drejt, zonja Silva Caka ka fituar mandatin e këshilltares bashkiake përmes koalicionit Bashkëfitojmë. Të lindte. Do ishte drejt që t'jepte dorëheqjen nga këshilltare bashkiake dhe vazhdon jetën e saj politike, ashtu siç ajo ka vendosur. Ne jemi për drejtën e individit zgjedhë jetën e vet, por këtu ka hyrë me votat e opozitarëve. Bën sens në një mjedis moral, po nuk e di se mund të ndodhë në një mjedis tjetër. Morali na fatgjat gjithmonë do t'japë frutet e veta. Gjithsesi unë të falenderoj edhe për minutat shtesë që ju mbajta, që sigurisht keni angazhimet tuaja dhe jam shumë i lumtur që e thash edhe më parë, unë mora në mënyrë më të qartë se që prisja një pjesë të mirë, pothuajse të gjitha pyetjeve të cilat i drejtuam, edhe shpresoj shumë që edhe ju t'jeni ndjer komod në këtë bashkëbisedë. Absolutisht po, nuk për sa kohë pyetjet janë legjitime, janë drejt pse mos kanë ato përgjigjet e duhura. Shkrejtësisht normale. Pastaj ka disa tjerë, un kam shumë eksperiencë intervistuese. Ka disa tjerë që mundohen. Ju e konsideroni krejtësisht normale, po përgjithsisht në këtë vend është krejtësisht jo normale që njerëzit përgjigjen. Po ndoshta ky vend duhet ndroj. Kështu që shpresojmë shumë që të jetë një model i mirë edhe në hapësirën dhe mjedisin ku ju keni vendosur që të kontriboni në vendin tonë. Kështu që unë ju falenderoj edhe një herë dhe dua që të le takim me shikuesit tanë në le të themi komunikimin e radhës në javën e vijim, kështu që ju falenderoj dhe shpresoj që të keni gjetur qasjet mbi të cilat ju nuk keni le të themi kaluar ose të keni dëgjuar nga ato gjëra nga ato të cilat mundet ju nevojiten ose t'ju zhënërojnë të vlefshme në mënyrën se si ju e ndërtoni ditën, muajin apo edhe jetën tuaj. Kështu që ju faleminderit edhe shihemi në komunikimin e radhës.